Ornella Ila, gazetare prej gati 2 dekadash në Vlorë dhe në Itali, sot avokate është kandidate për nismën Shqipëria bëhet. Pas një pune të gjatë në media, Ila ka dëshmuar se e nje dhe e do Vlorën, dhe kjo edhe pasi u largua në drejtim të Italis me familjen, ku tashmë është rikthyer për të kontribuar e për të sjellë ndryshimin politik me bazë atë dhe dashurin, profesionalizmin dhe aftësinë. Ila është duke zhvilluar fushatën e saj, duke takuar qytetarët e duke prekur nga afër problematikat. Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jam sërish me ju Ornella Ila në këtë edicion special që po ju ofroj në këtë ditë fushate, të titulluar Shqipëria bëhet. Dhe sot dua t'ju flas për takimin që bëri koordinatori politik i Partisë Socialiste, zoti Blendi Çuçi, në Vlorë me të rinj, duke ju thënë se pasaporta europiane që ata po i ofrojnë, por kjo nuk është pasaporta, kjo është pasaporta jonë europiane e programit, do t'i çojë jashtë vendit. Pra, koordinatori politik i Partisë Socialiste bëri atë që ka bërë partia e tij këto 34 vjet. Jo fëmijët tanë të largohen nga Shqipëria. E para është një krim i madh të largosh fëmijët nga Shqipëria. E dyta është një krim i madh të gënjesh se aty mund të bëjnë shkolla gratis. Askund nuk ka shkolla fare. Por duhet të jesh i zotit dhe të marrësh bursat pasi procedimi për të aplikuar në universitetet jashtë vendit do të jetë njësoj edhe nëse këta do të kenë të ndërruar në pasaportë europiane. Prandaj, të nderuar vlonjat, të nderuar shqiptar, mos u gënjeni, ata vazhdojnë të ofrojnë vetëm largimin nga Shqipëria. Dhe në datë 11, voto Shqipëria bëhet, voto numri 6 dhe mua Ornella Ila, për të ardhmen e fëmijëve tanë në vendin tonë. Kandidatja për deputete e nismës Shqipëria bëhet, Ornella Ila, është diplomuar në shkenca politike në Universitetin e Tiranës, më tërë specializuar në komunikime me gazetari, duke qenë pjesë e shumë konferencave brenda dhe jashtë vendit. Ashtu ajo ka fituar edhe çmime ndërkombëtare, ndërsa jep tashmë kontributin e saj edhe në disa nga mediat në shtetin fqinj. Ndërsa aktualisht është avokate praktikante pranë një studio MNZ në Ravenna të Italis, ku jeton prej gati 10 vitesh. Tashmë ka ardhur në Vlorë për të dhënë kontributin e saj e për t'u paraqitur si një alternativë denjë e për t'u zgjedhur më 11 maj.